Ja ku jemi në episodin e radhës, sot do të flasim për një nga argumentet që e kam cituar dhe herë tjetër për diabetin. Unë e kam cituar gjithmonë që ka shumë jo profesionistë, jo mjek që këshillojnë, shesin produkte e kështu me radhë. Më kam përshtypje kohët e fundit disa prej tyre. I pari, thot, kampion, do ju shëroj nga diabeti për 2 javë. Sipas tij ka 6 miliard njerëz në botë të sëmurë nga diabeti. Pra, nga 8 miliard që ka bota, 6 miliard janë të sëmurë me diabet, sepse mjekët gënjejnë, sipas tij norma e sheqerit në gjak është jo 70 me 110, sa themin e mjekët, por 70 me 88. Dhe për këtë arsye kanë nxjerrë 6 miliard të sëmurë nga diabeti. I dyti, thot, mjekët ju gënjejnë për diabetin, mos merrni insulinën se ju zhvatën nga lekët. Merrni diatea se ju zhvasun. Unë kam disa pyetje të thjeshta. Kur e keni mbaruar fakultetin e mjekësisë ju zotërinj? Pse ushtroni një profesion në mënyrë abuzive dhe të palishme? Dhe pse vjedhja juaj që nga e lishme? Sepse ju nuk e bëni falas. Unë po bëj falas të këshillim. Nuk kam ndërmend të sponsorizoj apo të bëj publicitet për asnjë medikament. Kështu që pse vjedhja juaj që nga e lishme? Atëherë sqarojmë një gjë. Çdo lloj bari, integratori apo përbërësi tjetër që ka një princip aktiv, pa princip të një medikamenti, ka detyrimin ligjor që të autorizohet nga agjencitë më në botë, siç është FDA-ja, EMA, pra Agjencia Amerikane ose Agjencia Europiane, ose në Shqipëri është Agjencia e Barnave. Le të shohim pak vajta dhe pash me detaje çfarë është diatea. Është në rreth vitit 2020, një kompani që merret me produktet natyrale organike përpunoi dhe patentoi për herë të parë këtë përbërje në formën e një çaji të tharë, herbal tea. Dhe pretendon sepse stabilizon glukozën në gjak, pra diabetin. Pash që në studimet përpara marketingut thuhet që janë bërë studime, por nuk rezulton asnjë studim shkencor në asnjë revistë shkencore, mjekësore në të gjithë botën. Pra, ku e kanë studiuar, ku e kanë provuar dhe ku ka dhënë rezultatet, këtë e din vetëm ato. Pra, mungojnë të dhëna zyrtare të publikuara në revista mjekësore. Është thjesht një faqe dhe mora vesh që ngër ka aprovuar dhe në Shqipëri, autorizuar, por nuk e di çfarë autorizimi ka. Origjina e saj si bazë është Cassia auriculata, që në gjuhën lokale avaram ose avarampo, është një bimë e përdorur që prej shekujve në mjekësinë ajurvedika të Indis dhe në medicinën tradicionale kineze për kontrollin e sheqerit gjak, pra kur nuk dije as vetë insulina. Edhe insulina vetë ka rreth 100 vjet që përdoret. Kështu që janë të pa autorizuara, të pa aprovuara. Dhe një gjë që nuk është provuar është abuzive, si vetë këta pseudo profesionistë. Prandaj para se të provoni çdo suplement integrator, këshilloni me mjekun tuaj. Mbështetu në trajtimet e aprovuara dhe në një plan të mirë menduar edhe ushqimor dhe aktivitet fizik në mbikëqyrjen mjekësore. Nëse mendoni ta përdorni, jeni të vëjdishëm që ofertat agresive janë gjithmonë për përfitim. Duke thënë këtë, le të kthehemi pak siç është premtuar, të diskutojmë pak për pankreasin, aty ku varet diabeti. Pankreasi është një organ shumë i rëndësishëm në trupin e njeriut, që ndodhet pas stomakut dhe ka 2 funksione kryesore. Funksionin egzokrin të jashtëm, i cili prodhon enzima që ndihmojnë tretjen e ushqimit në zorën e hollë. Këto enzima ndihmojnë në shpërbërjen e proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve, ato që ne nëpërmjet dietës marrim. Dhe funksionin endokrin ose të brendshëm, që prodhon hormone siç është insulina dhe glukagoni, që rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak. Pra, pankreasi është thelbësor për tretjen, ashtu dhe për kontrollin e glukozës në gjak. Sëmundjet zakonshme që lidhen me pankreasin përfshijnë diabetin, pankreatitin, infeksion ose inflamacionin e pankreasit dhe në raste serioze kancerin e pankreasit. Nga kush stimulohet pankreasi? Për funksionin egzokrin ose tretës, nga sekretina, është një hormon që prodhohet në zorën e hollë, kur në të arrin lëngu i stomakut që ka përmbajtje acide. Kështu që për të bllokuar aciditetin prodhohet, stimulohet pankreasi.
Kolecistokinina, gjithashtu prodhohet nga zora e hollë, simulon pankreasin të prodhojë enzima tretëse. Për funksionin endokrin ose hormonal, glukoza në gjak, nëse nivelet e saj rriten pas ushqimit, kjo stimulon pankreasin të prodhojë insulinën. Sistemi nervor autonom, veçanërisht nervi vagus, gjatë ushqyerjes ndihmon aktivizimin e pankreasit. Por cilat janë hormonet që prodhojnë vetë pankreasi, jo nga kush stimulohet? Pankreasi ka ishut e Langerhansit, që prodhojnë disa qeliza hormonale, insulina nga qelizat beta, ul nivelin e sheqerit në gjak, duke ndihmuar qelizat të marrin glukozën. Glukagoni nga qelizat alfa rrit nivelin e sheqerit në gjak, duke stimuluar lirimin e glukozës nga mëlçia. Somatostatina nga qelizat delta, e cila ka si rol kryesor frenimin e prodhimit të insulinës dhe të glukagonit, gjithashtu ndikon dhe në tretje. Polipeptidi pankreatik që prodhohet nga qelizat PP rregullon funksionet e pankreasit dhe të aparatit tretës. Këto janë hormonet që prodhon pankreasi. Po nga hipofiza, a kontrollohet pankreasi si gjithë gjëndrat e tjera? Pankreasi nuk kontrollohet drejt për drejt nga hipofiza, ndryshe nga shumë gjëndra të tjera endokrine, si tiroidja, gjëndra mbiveshkore apo vezore dhe testikull. Ku është dallimi? Hipofiza është gjëndra komandante që komandon sistemin endokrin. Lëshon hormone që stimulojnë gjëndrat të tjera, si TSH për tiroiden, ACTH për gjëndrat mbiveshkore, LH dhe FSH për sa i përket vezore dhe testikujve. Pra, pankreasi punon në mënyrë autonome sipas nivelit të glukozës në gjak. Nuk ka hormon specifik nga hipofiza që e stimulon drejt për drejt. Megjithatë, ekziston ndikimi i tërthort. Hipofiza lëshon somatotropinën, GH ose hormoni i rritjes, i cili çfarë bën? Rrit glukozën në gjak. Duke rritur glukozën në gjak, detyron pankreasin të prodhojë insulinë. Pra, ka ndërveprim dhe jo kontroll direkt hormonal si me gjërat e tjera. I tham këto tani të shohim kush është problemi i pankreasit. Është diabeti. Dhe diabetin e kemi të tipit 1 dhe të tipit 2. Kush është diabeti i tipit 1? Çfarë karakteristika ka? Shkaku kryesor kush është? Është sistemi imunitar sulmon qelizat beta të pankreasit që prodhojnë insulinën dhe ato nuk e prodhojnë më. Mosha e shfaqjes tyre zakonisht është që në fëmijëri ose në moshë të re. Prodhimi i insulinës është 0 ose shumë i ulët, pra trupi nuk prodhon insulinë. Shkaktarët janë të ndryshëm, nga ata gjenetik dhe sidomos ajo që është parë janë ata autoimun, jo të lidhur me stilin e jetesës. Trajtimi insulin çdo ditë për gjithë jetën është sëmundje kronike. Me injeksione ose me pompë, dhe në fund do të them dhe diçka të re, një lajm shumë të mirë për sa i përket trajtimit të diabetit me insulinë. Parandalimi nuk mund të parandalohet. Po flasim gjithmonë për diabetin tipi 1. Simptomat e hershme kush janë? Uria, etja e shtuar, humbja në peshë, lodhja, urinimi i shpeshtë. Pra këto janë shenjat që ne duhet të kemi parasysh për të bërë kontrolle për të parë nëse kemi diabet apo jo. Po diabeti tipi 2 ndodh kur trupi nuk e përdor mirë insulinën. Kjo quhet rezistencë ndaj insulinës. Me kalimin e kohës, pankreasi, si thua, lodhet, si thua, dhe prodhon më pak insulinë. Po këtu kush janë shkaqet kryesore? Mbipesha, dhiamosja, veçanërisht sidomos tek burrat e shumit rreth belit, rreth jetës, ushqimi i pashëndetshëm, i pasur me sheqerna, të shtuara me yndyrna të këqija, përdorimi i tepërt i karbohidrateve, histori familjare me diabet, sepse gjenetika është një nga shkaktarët kryesorë të çfarëdo lloji sëmundje, mosha mbi 40 vjeç, por tani po shfaqet ndoshta edhe në mosha më të reja, hipertensioni dhe kolesteroli i lartë. Pra, këto janë shkaktarët. Simptomat shfaqen ngadalë. Është një etje e shtuar, është një urinim i shpeshtë, është lodhje, këputje, shikimi i turbut, plagë që nuk shërohen lehtë, si ka mundësi themi që nuk shërohet më si më parë, infeksionet shpeshta, veçanërisht të lëkurës ose infeksionet të rrugëve urinare, humbje në peshë në disa raste. Si kontrollohet? Ndryshimi i stilit jetës, ushqyerja e shëndetshme, dieta me pak karbohidrate përpunuara, me shumë perime, proteina të mira dhe yndyrna të shëndetshme. Aktivitet fizik, të paktën 30 minuta në ditë, për të paktën 5 ditë në javë. Humbje në peshë,
edhe një humbje 5-10% e peshës trupore është shumë e rëndësishme për një shëndet të mirë. Trajtimi me ilaç janë hipoglicemiantët oral, të cilat shtohen më tej, mund të përdoret edhe insulina në një moment të dytë, por a mund të parandalohet? Sigurisht mund të parandalohet. Një ushqim i kujdesshëm, aktivitet fizik i rregullt, kontrolli i peshës trupit, në shumë raste parandalohet dhe mbahet nën kontroll edhe pa ilaçe. Këto janë të dy llojet e diabeteve. Por çfarë analizash duhet të kryejmë ne për të parë nëse ose për të diagnostikuar nëse jemi me diabet apo jo, sidomos për tipin e dytë. Ne mjekët rekomandojmë disa analiza shumë të rëndësishme, të cilat janë glukoza në gjak, ESL. Për çfarë shërben? Tregon nivelin e sheqerit në gjak pas 8 orësh që ne kemi ngrënë, sepse jemi në qetësi gjatë natës. Vlerat normale janë, nëse është më pak se 100, nuk e diabet. Nëse është nga 100 te 125, apo flasim gjithmonë për glukozën ose për sheqerin në gjak ESL në mëngjes, ke prediabet. Nëse është mbi 126, atëherë në këto raste është diabetik. Tjetra analizë është hemoglobina e glikuar, HbA1c-ja. Për çfarë shërben? Mat nivelin mesatar të glukozës në gjak, pra të sheqerit në gjak, në 2-3 muajt e fundit. Sa duhet të jenë vlerat? Vlerat normale janë më pak se 5.7%. Prediabet nëse është nga 5.7 deri në 6.4% dhe mbi 6.5% pacienti quhet diabetik. Një tjetër provë është edhe testi i tolerancës ndaj glukozës, OGTT-ja, që do të thotë, ose për çfarë shërben? Mat se si trupi përballon një sasi të madhe glukoze zakonisht pas pirjes së një solucioni me rreth 75 gram glukozë. Dhe këtu kemi gjithmonë vlerat. Vlerat pas 2 orësh duhet të jenë, nëse është më pak se 140, jemi normal, nuk kemi diabet. Nëse është nga 140 te 190, jemi në prediabet, dhe nëse është mbi 200, jemi diabetik. Po glukoza rastësore në gjak që mund ta masim në çdo moment. Për çfarë shërben? Mat glukozën në çdo moment të ditës, se varet çfarë aktiviteti kemi bërë, çfarë ushqimi kemi ngrënë. Vlerë diagnostikuese në matjen rastësore do të quajmë diabetik nëse është mbi 200 mg për decilitër. Analiza shtesë, a mund të bëjmë për ndjekje të përgjithshme? Po sigurisht, një diabetik duhet të bëj kontrollin e veshkave, kreatininën, uren, raportin albumin-kreatinin në urinë, profilin lipidik, kolesterol total, LDL, HDL, trigliceridet, funksionin e mëlçisë, AST-ja dhe ALT-ja, dhe elektrolitët dhe presionin e gjakut. Mund të bëhen kontrolle të hermbashershme, por për sot mendoj që këto ishin për sa i përket pankreasit, hormoneve, ku stimulohet pankreasi, çfarë prodhon pankreasi, diabeti tipit 1, diabeti tipit 2. Një lajm shumë i bukur që po lexoja sot, i dal në datën 6 maj, një lajm i mirë, një revolucion në menaxhimin e diabetit. Një revolucion në menaxhimin e diabetit. Insulina me suministrim një herë në javë. Të reja e shkencës për diabetin dhe për çdo sëmundje fatmirësisht, me insulinë javore është një ndryshim i rëndësishëm. Jo vetëm risi, por një revolucion i vërtet. Futja e insulinës së parë javore në Itali është bërë ky studim, paraqet një ndryshim të rëndësishëm në menaxhimin e diabetit. Unë thot zbuluesi se ai nuk do ta quajë jo thjesht risi, por ta quajë një revolucion të vërtet. Dhe ai është profesor Roberto Trevisan, i endokrinologjisë në Universitetin e Milanos, në Bicocca, dhe drejtor i endokrinologjisë dhe diabetologjisë në Spitalin Papa Giovanni XXIII në Bergamo. Dhe ky publikim është në një revistë Z Doktor 33. Kjo insulinë ndryshon paradigmën terapeutike, duke përmirësuar cilësinë e jetës pacientëve. Imagjinoni një diabetik që çdo moment duhet kontrollojë nivelin e glukozës, sasinë e insulinës dhe kështu me radhë. Insulina javore vlerësuar në 6 prova klinike, pra studime klinike të dokumentuara ose trial, të cilat provojnë efikasitetin e saj, ka demonstruar një efikasitet të krahasueshëm ose superior në krahasim me ata që marrin insulinë çdo ditë. Miratimi i insulinës javore vetëm përfshin ndryshime të rëndësishme në praktikën e diabetit, duke reduktuar, të marrim rastin, në vend që të bësh 365 suministrime në vit, do të bësh vetëm 52, aq javë sa ka viti.
është parë që rastet e hipoglicemis, duke bërë trajtimin ose në këto grupe kontrolli me insulinë javore, rastet e hipoglicemis janë gati 5% më pak se sa në rastet e insulinës normale ose bazale ose asaj që ne suministrojmë çdo ditë. Prandaj për diabetologët, përshtatja kryesore ka të bëjë me titrimin, me matjen, i cili ndjek matematikën e rregullit 7 ose të numrit 7, duke shumëzuar dozën ditore me 7. Për të lehtësuar këtë tranzicion, sepse është rritur jetëgjatësia e insulinës që qëndron në organizëm. Kjo është e reja, kjo është shkenca që ka sjell ky studim shkencor i fundit. Kështu që po organizohen trajnime për të lehtësuar këtë tranzicion, sidomos për mjekët, sidomos për diabetologët dhe të gjithë pastaj mjekët e familjes dhe të urgjencës, të cilët ndodhen në kushtet e trajtimit të pacientëve diabetik. Njohuria dhe përdorimi korrekt i kësaj teknologjie të re janë thelbësore për të maksimizuar përfitimet e saj dhe për të mësuar kontrollin e glicemisë pacientëve në jetën e tyre të përditshme. Pra këto janë të rejat e fundit. Ju falenderoj edhe një herë për këtë episod, por ne mjekët duhet të japim informacionet e sakta shkencore, ligjore, me personel të kualifikuar. Jo kushdo mund të bëhet mjek. Shihemi në episodin e radhës.